Ja pse nuk duhet të flini me çorape, po i bëni keq shëndetit tuaj. Presioni I lartë I gjakut. Veshja e çorapeve gjatë gjumit dihet se rrit qarkullimin e gjakut, por mund të shkojë edhe në anën tjetër. Rezulton se rrjedhja e gjakut zvogëlohet nëse vishni çorape për një kohë të gjatë. Higjiena e këmbëve tuaja mund të rrezikohet. Fjetja me çorape mund të çojë në higjenë të dobët. Nëse çorapet tuaja janë shumë të ngushta ose nuk I lani rregullisht, ju parandaloni që këmbët tuaja të marrin frymë siç duhet. Temperatura e trupit mund të rritet. Veshja e çorapeve të duhura është thelbësore sepse nëse nuk e bëni, mund të mbinxeheni. Nëse vishni çorape që nuk e lejojnë lëkurën tuaj të marrë frymë, temperatura e trupit tuaj mund të rritet. Ne flem më mirë kur jemi më të freskët. Nuk do të mund të flini të qetë. Të veshësh çorape të ngushta mund të jetë e pakëndshme dhe nuk do të mund të flesh më mirë.